Në takimin e madh elektoral, lideri I AAK-s Haradinaj në takimin elektoral tha se Besnik Krasniqi ka rënë me listën më të mirë në Prizren. Pas tubimit kishte prezencë të konsideruar të pjesëmarrëve dhe Haradinaj tha se Prizreni sonte vendosi. E votojnë Besnikun dhe secilin këtë listë, pra keni po veprimin e duhur, keni ndërmarrë veprimin e duhur në shërbim të qeverisjes më të mirë në komunën e juaj. Një qeverisje që është e juja, që është serioze, që është e vërtetë, që merret me temat, një qeverisje në të cilën do ta keni çdo herë një palë për çdo punë, për çdo temë, për çdo shqetësim apo kërkesë juaj, dhe një qeverisje që çdo kush jashtë Prizrenit e ka palë për Prizrenin, me punu me Prizrenin. Unë kujtohet kur kam qenë në qeveri nacionale, unë me iniciativë time, pa kërkesë për komunës. Me iniciativë time, kom pru projekte në komunën e Prizrenit. Përfshirje dhe dhënien në posedim të kësaj komune që përfaqe të nevojshme për zonat industriale. Besoj, iniciativa ime. Unë nuk e kuptoj, pse edhe pas kas vjetësh nuk ka ndodhur. Nuk dija si me shpjegu, nuk jam pejta më të fjallë, veç me fajsuar se me hodhë barë. Si ka mundësi, gjithë ato biznese që vujnë për shumë vështirësive, shumë të së fundi dhe çështja e energjisë elektrike, si ka mundësi ende nuk ju është dhënë një lokacion, me u lehtësu sa do pak prodhimin, punën, shërbimin, në mënyrë që ato biznese të Prizrenit me mujtë me konkuruan. Mala, imaginane, biznesën e juja, janë disfavor qoftë dhe me një përshi në Soare. E keni pas zonë industriale në Soare shpër zonë. Funksionan për vojtë e dyta. Nuk e kutaj. Në dashën në kolegë, ne jemi njerës shumë punëtorë, popullit Kosovës. Në Prizren jeni shumë punëtorë. Jeni vërtet njerëz të vyshëm. Unë ju shoh se e bani jetën. Jeni njerëz që dini me ndërvepru, pra me qenë me njëri tjetrin në veprim. Pa marrë parasysh dallimeve. Qofshin ato etnike, qofshin dallime tjera, ju dini me vepru. Unë kam qenë kur luftar. Kam luftu se kam besu një ri. Mos vraj një vlad. Në 6 maj, 97, ku ofër në hasë, në kushdim. Sipër, qafë në Po vim si kur më parë, të fortë, të bashkuar dhe pa pallavra. E vura aty ku është fuqia, për investime, ku është siguria, duhet shumë angazhim. Nuk ndohet vetë, nuk është se na ka dikush bërç. Na duhet me i shërby marrëdhënieve, duhet me i shërbisu, me vazhdimisht marrëdhënie me aleatët tonë, me Amerikën, me Evropën, me Turqinë, dhe gjithë duhet me ditë me punu, në mënyrë që na me nxjerrë atë që është e mirë për vendin tonë. Lastrimet në këto situata, pasojat të jashtëzakonshme maja. Pas kësaj, kandidati Krasniqi ka shpalosur pjesë programore për zhvillim, punë dhe drejtësi sociale për të gjithë qytetarët tanë. Vizioni jonë për komunën tonë është Prizreni Smart City me shërbime digjitale për çdo qytetar, do të ketë përkrahje të drejtë për drejtë dhe reale për sportin, me mbështetje meritokratike për OEQ-t, shoqatat kulturore tonat, klube sportive dhe po ashtu do të përkujdesemi që të krijojmë më shumë zona të gjelbërta për një Prizren më të shëndetshëm. Dashur qytetar komunës tonë, Prizreni që unë e shoh pas 4 viteve është një qytet i gjallë, i lidhur mirë, i qëndrueshëm dhe i ruajtur historikisht, një qytet ku jetohet, punohet dhe vizitohet me krenari anë e mbanë Kosovës. E keni pa formën se si e kemi pa fushatën zgjedhore tonën. Gjatë gjithë kohës jemi mundu me qenë me nën sloganin tonë, ku ju vetë e keni cilësu se jemi njerëz pa pallatë. Bravo! Buxheti komunal
i komunës tonë për 4 vite të ardhshme është në pjesën e prapme të programit tonë dhe si buxhet i tërësishëm është 323 milion euro i ndorë në 4 vite. Por, nga këto 323 milion euro të ndora për 4 vite, vetëm 102 milion euro janë investime kapitale e që i bie rreth 25 milion euro të ketë mundësi komuna Prizrenit me investu në investime kapitale, infrastrukturë dhe gjëra tjera të nevojshme për komunën tonë. Por, nëse e shihni pjesën të subvencionet dhe transferet, kjo shumë është 25 milion euro, apo më saktësisht të them 24 milion e 859 euro. Nga 25 milion euro që i ka subvencione dhe transfere kryetori komunës Prizrenit, 5 milion e 521 euro në vitin e parë do të ndajmë për themelimin e 4 kooperativave bujqësore plektorale në 4 zonat tona të ndara me kujdes, në zonën e Zhupës, në zonën e Vrinjit dhe Lumës, në zonën e Hasit dhe në zonën e Podgurit dhe Përdemis. A dini pse? Baza e zhvillimit ekonomik të një populli dhe një kombi fillon dhe mbaron nga lukti, pra nga bujqësia dhe plektoria. Sot të gjithë ne po ankohemi ku përna i rinia, ku përna i njerëzit, ku përna shkojmë qytetarët tonë, ku përna shkojmë fshatarët tonë. Realiteti është ky. Nuk ka mundësi me qëndru mirë, me pas qëndrueshmëri financiare, ekonomike, një fshatar yni i cili mirët me bujqësi dhe plektori, kur nuk ka ku me plasu produktet e veta. Nuk mundet me e marë një fshatar yni me shit qumshtin me 50 cent, edhe me pas qëndrueshmëri, edhe me qëndru në trevat e veta, e ne do të kujdesemi që në vitin e parë të themelojmë 4 kooperativa, cilat do të jenë në pronësi 51% të bujqëve dhe plektorëve tonë në zonat e saktuara, 39% do t'i shesim aksionet për investitorë të mundshëm të cilët do të arritin potencialin, dhe vetëm 10% do të ketë aksione komuna e Prizrenit në këto kooperativa bujqësore dhe plektorale. Kështu e rrisim realisht mundësinë për me qëndru populli ynë, njerëz tonë në trevat e veta, sepse fillon e sillet rrota e zhvillimit ekonomik real dhe të vërtetë. Mbështetësit e aleancës së mbrëm edhe në fjalën e mesazhit të tyre për kryetarin Besnik Krasniqi në listën më të mirë të mundshme.